defenestracioni i Pragës ka qenë një skenar i KGB-s sovjetike në vitin 1948. Defenestracion do me thënë quhet edhje nga dritarja e dikujt. E odhën një politikan Çekoslovak që ishte kundër Bashkimit Sovjetik, Masarikun, e odhën nga dritarja dhe thanë vrau veten ra aksidentalisht dhe ky quhet defenestracioni i Pragës. Ishte një skenar i KGB-s ky. Tani, këta që janë sot në pushtet, kanë traditën e sigurimit shtetit dhe ai ka mësuar nga KGB-ja, kështu që këto defenestracionet i kanë përdorur dhe vetë. I kanë përdorur nga sigurimi i shtetit, janë disa defenestracione të famshme, pra edhje nga dritarit që thonë u odh vetë ai nga dritarja, të njerëzve dhe gazetarët investigativ të famshëm, pse s'investigojnë ç'është kjo kështu vdekje këtij lloji. Kjo është vrasje maskuar shtetërore, e bërë për interesat që thash. Dhe u tha në fillim që është aksident, njoftimi i policisë, po bën dhe e time, se kështu i bëjnë këta që shkallë derisa të harohet. Në fakt, këtu vepron një grup i strukturuar kriminal që ka bërë ngjarjen dhe normalisht u duhet kishte hetuar spa. Do të ndalemi në një lajm të minutave të fundit. Gazetari i njohur Kastriot Miftara i ka dhënë fund jetës. Policia bën me dije se ai ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga pallati ku jetonte dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme.